بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pasi kemi përfundu kapitullin e pastërtisë, alhamdulillah, autori e sjell kapitullin tjetër që është kapitulli i namazit. Dhe përshtatshmëria mes tyre dy temave, kjo renditje është e qartë, s'pari se pastërtia është qels i namazit, ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadithin e Aliut, që miftahu s-salah at-tuhur, pastërtia është qels i namazit. Po ashtu, siç e dini, pa të nuk pranohet edhe namazi, ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Nuk e pranon Allah subhanahu wa taala namazin ndonjërit prej jush nëse është me hadeth, pa abdes, derisa të marr abdes. Thonë është e qartë, arsye pse na do të më mësuni herë rreth pastërtisë, abdesi, gusli, gjithë ato mesele të cilat i kemi përmend, dhe pastaj të vije namazi. Kuptohet, kjo është një metod i shkurt, siç e kemi përmend, një libër ku ne i trajtojmë pastaj meselet të cilat i ka përmend autori, të cilat janë në mëdhëbin Hanbali, dhe pastaj tregojmë edhe mendime tjera rreth meseleve të cilat e shohim të arsyeshme. Dhe kjo ka të bëjë domthonë me jurisprudencën, dispozitat e kështu me radhë, ndërsa për rëndësinë e namazit padyshim që duhen derisa për me fol për rëndësinë e namazit. Spari domthonë në namazin në aspektin gjësor është për qëllim doaja për hajër ose doaja për mirë. Ndërsa në aspektin terminologjik, në fik, namazi është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala me fjalë dhe me vepra të caktuara, që fillojnë me tekbir edhe përfundojnë me selam. Ky është namazi. Mirë. Vazhdoj me fjalën e autorit, ku thot tajibul khamsu ala kulli muslimin mukallafin illa haidan wa nufasa. Thot autori, dhe obligohet namazi 5 kohët e namazit për çdo musliman mukallaf. Mirë. Spari, thot autori, obligohet, është farz, do të patjetër me u fal. Edhe për këta ka argumente prej Kuranit edhe Sunnetit dhe ixhmaja e muslimanëve se namazi është shtyllë e Islamit dhe do të patjetër me u fal. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bërë detyrim besimtarëve në kohë të caktuara. Po ashtu Allah thot wa aqimus salata wa atuz zakat. Dhe faleni namazin dhe jepni zakatin. E kjo është urdhër. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Dhe nuk janë urdhëruar tjetër, thot Allah subhanahu wa taala, vetë se të adhurojnë Allahun sinqerisht, të janë sinqert dhe me një fe të pastër. Dhe pastaj thot wa yuqimus salata, dhe me fal namazin, wa yutuz zakat, dhe me dhënë zakatin. Po ashtu prej haditheve të njohura që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bunya al-islamu ala khams, ndërtohet Islami është i ndërtuar në 5 shtylla. Dhe thot shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah. Dhe thot shahadeti se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, dhe thot wa iqamis salah. Dhe namazi, falja e namazit, pastaj përmend dhënia e zakatit, haxhi, agjërimi. Se i përket obligueshmërisë, kjo është e qartë dhe e ditur se namazi është obligim dhe patjetër se duhet më fal. Autori këtu tha ala kulli muslimin mukallaf. Për çdo musliman mukallaf. Çfarë do thotë kjo mukallaf? Kjo është duke përfshirë dy cilësi. Mukallaf domethënë është i rritun
edhe me mendje të shëndosh. Do thonë me u plotësu të këto dy cilësi. Do thotë që i rritun me arrit moshën madhore. Dhe mosha madhore do thonë është ditur do thonë se si arrihet, do thonë nëse do thonë ka qime rreth organit gjenital, apo do thonë ka ejakulim spermës, apo te gratë nëse është i ka ardhur cikli, do thonë asaj vajze cikli menstrual, e kështu me radhë, do thonë këto disa prej shenjave që ka arrit në moshën madhore. Dhe kjo është për qëllim do thonë i rritun. Me mendje shëndosh, që autori ka më përmend edhe më vonë, do thonë është për qëllim që ai mos me kanë njëri i cili nuk logjikon, nuk ka logjik të shëndosh për shkak se për ta nuk shkruan lapsi, ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që thot rufi al-qalamu an thalath, do thonë që është ngritur lapsi për 3 persona dhe një ndër ta përmend el-junun, el-majnun, do thonë që është për të çmendurin, ai i cili nuk ka logjik të shëndosh. Edhe njëkohësisht për të rritur në njëjtin hadith është përmend do thonë që hatta wa ani as-sabi hatta yahtalim, edhe fëmiu i cili derisa të arrijë moshën madhore. Do thonë kjo është obligimi për musliman apo muslimane që është mukellef, i rritun edhe me mendje shëndosh. Përveç autori po thot illa haidha wa nufasa, edhe këta kemi përmend. Do thonë kur kemi fol për në kapitullin e pastërtisë, që gruaja me cikel edhe ajo që ka, do thonë ajo lehona nuk obligohet me fal namazin, dhe po ashtu as nuk ka nevojë me bë kaza, dhe kemi përmend argumente që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë le namazin derisa do të kalon cikli. Po ashtu të njëjta dispozitë ai merr dhe ajo që është gruaja me lehon. Dhe për këtë kemi fol. Pastaj autori thot wala tasihhu min majnun. Thot namazi nuk vlen për të çmendurin. Që vetë se përmendëm pak më herët që me pas mendje shëndosh. Për të çmendurin nuk vlen namazi. Nuk është obligim për shkak të hadithit që përmendëm që për 3 persona do nuk shkruan lapsi, një prej tyre që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë anil majnuni hatta yaqil, dhe për të çmendurin derisa të kalon këtë gjendje. Nëse ai shërohet do thotë, dhe se ka mundësi nga njerë njeriu me kalu në një fazë ndoshta të çmendurisë apo me hub mendja për një kohë, pastaj me u kthy. Atë momentin kur kthehet, atë ai ka obligim namazin përderisa është i vetëdijshëm edhe din, ka logjik të shëndosh. Dhe po thot fëmijën që nuk e ka arrit moshën e dallimit, domethënë mes të mirës edhe të keqes. Kjo mosha e dallimit kushtohet për shkak se një fëmijë i vogël nuk din me bën jetë, nuk ka jetë që me fal namazin. Përderisa ai nuk din me fal, nuk din as me dallu se çfarë namazi po fal, ose me kuptu se çka është duke bë, çka do të thotë namazi, ose të paktën me ditë çka është duke vepru, atëherë namazi për ta nuk vlen. E sa i përket asoj moshës dallimit mes mirës edhe të keqes, e kanë bë, këtë dallim, e kjo lidhet që më vonë kemi përmend tek hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhroni fëmijët e ju për namaz 7 vjet. Nga ky hadith e kanë nxjerr dietar që 7 vjet, 6 ose 7 eventualisht, është ajo mosha ku fëmia din me dallu, kupton. Është në gjendje me të kuptu për ato të cilat i thu. Edhe është në gjendje me vepru ato të cilat ti i thu. Din, nëse i thu me fal drekën ose me fal ikindin, ai mundet me pas si njet këto, për shkak se tashmë din me dallu të mirën e të keqen. Disa e kanë përmend si mendim të dytë që thonë nuk e caktojnë kështu, mirë po, nëse ai din me i dallu, siç është përmend që disa thonë nëse din me dallu të majtën prej djatës, atëherë themi se ka arrit çit moshën e dallimit që namazi për ta me vlej. Normal, nuk është obligim, mirë po, shpërblehet nëse
e fal namazin, konsiderohet si nafile. Ajo që është më afërta në këtë çështje është se mosha 7 vjeçare ose 6, domthon, sipas hadithit, është ajo mosha e zakonshme ku fëmia e arrit domthon atë moshën e dallimit që din, edhe është në gjendje domthon me kuptu ato cilën ti po ja thu. Dhe kuptohet, kjo varet edhe prej fëmijëve, mirë, po kjo është e zakonshmja. Pastaj autori thot wa ala waliyi amruhu biha li 7 wa darbuhu ala tarkihi li 10. Dhe thot obligimi ndaj kujdestarit. E ka obligim kujdestari fëmijës. Po themi, autori thot kujdestari, mirë, po që është për qëllim prindi, mirë, po mund të jetë edhe dikush tjetër përveç prindit. Nëse ai fëmijë për shembull nuk ka prindër, ai i cili kujdeset për të, ai i cili kujdeset për shembull për një jetim, atëherë obligimi i bie mbi të, thot është obligim me urdhëru ata për me fal namazin kur është 7 vjet, që ai me u mësu, me këtë obligim. Wa darbuhu ala tarkihi li 10. Të urdhëroj për namaz në moshën 7 vjeçare, edhe të harro, kur themi të harro, që mos me tingullu ashtu shumash, është në formë edukuese në moshën 10 vjeçare. Nëse e lë namazin. Kjo duke u bazuar në hadithin muru abna'akum bis sala li 7 sinin. Urdhrani fëmijët e juaj për namaz kur të arrin moshën 7 vjeçare. Udribuhum alayha li 10 sinin. Dhe goditni ata, domthon, sarraheni në moshën 10 vjeçare nëse i lën namazin, domthon. Dhe kjo, domthon, është urdhër, është obligim për prindin që ai me i thonë për me fal namazin. Ai nuk e ka namazin obligim, padyshim. Mirë, po prindi duhet me i nejt gatit, që ai me u ushtru që me e fal namazin, dhe me i thonë fale namazin, që ai me pas në mendje dhe me ditë se kjo që është shumë e rëndësishme. Namazi është shtyllë e Islamit dhe nuk bën pa të. Ndërsa sa i përket kësaj rrahjes që përmendet, kuptohet si thamë është në formë edukuese. Këtu ka kushte. E para, kjo rrahje është për qëllim, domthonjë që të jetë në formë edukuese që me zbatu një urdhër të Allah subhanahu wa taala edhe ato të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po jo me njet ose me u kuptu edhe me ia dhënë ndjenjën fëmijës sikur je duke u hakmerrur ndaj tij. Domthonjë me pas njetin që kjo është diçka shumë e rëndësishme në këtë fe, e jo në formë të hakmarrjes. Po ashtu dietarët e përmendin se domthonjë mos me kanë goditja që dëmton. Mund dhëmb ashtu siç mundet me godit në kushte normale një fëmijë për diçka tjetër, domthonjë që ka bën ndonjë problem. Mirë, po tjetë, edukuese dhe jo që dëmton, jo që bën plagë, ose që është përmend, që me u largu prej aty në vendeve me goditja në vendeve të ndihshme. E sidomos ajo që është në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu nga goditja në fytyrë. Mirë, po tjetë në formë edukuese, që ai me kuptu që kjo çështje që ka shumë e rëndësishme. Që ka shumë e rëndësishme në fenë tonë. Mirë. Pastaj autori thotë ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنية ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. Dhe thot ndalohet me vunu namazin, ose është haram me vunu namazin në kohën e darurës, në kohën e domosdoshmërisë, ta këna me përmend kur vina me fol të kohët e namazit, që disa namazet kanë dy kohë, për shkak se që është koha e ikindis. Kur afrohet domthon me i dal koha namazit, atëherë ndalohet me vonu deri atëherë nëse ti nuk i kur fare arsye. Po Allah subhanahu wa taala ka dhënë kohë caktuar, mirë, po jo me vonu, për shkak se origjina e faljes namazit është në kohën e vet. Kjo është origjina. Allah subhanahu wa taala ta ka lecuar, ka dhënë kohë për atë namaz, mirë, po jo me lan pa kur fare arsye. Deri në kohët, deri në fund namazit. Për shkak se Allah, siç e lexuam, ka thënë inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bë obligim, detyrë besimtarëve
me kohë të caktuar. Dhe origjina është që të falet në kohën e vet kur të hyn. Dhe po ashtu thot Omeri radiallahu anhu që namazi ka kohë që Allah ka bë kusht për to. Dhe nuk do të patjetër me bata në kohën e vet. Dhe origjina është në fillim të kohës. Kuptohet, ne po themi nëse është pa kurfar arsye, thjesht me e vunu nga përtesa. Mirë po autori po i hjek prej kësaj dispozite dy raste. Po thot ati që i bashkan namazet. Kjo është e kuptueshme. Do thonë nëse dikush i ka bashku namazet edhe ka vënë namazin deri për shembull në kohë, deri pak para se me dal dreka po themi, edhe ka fal drekën edhe ikindin, atëherë në këtë rast nuk ka të keq, për shkak se atij i lejohet në esencë, ose deri në namazin e yatsis për shembull dhe vonon edhe derisa del koha e drekës. Atëherë këtij lejohet me fal namazin në njërin prej këtyne kohëve të namazit që bashkohet. Në drek ikindi mundet me fal edhe në ikindi drekën edhe ikindin. Atëherë ky nuk hen të ajo që është ndalueshme. Dhe një çështje tjetër këtu, don një ajet që të gjithë e dina, ku thot Allah subhanahu wa taala fawailul lil musallin, mirë ata që falen. Dhe thot alladhina hum an salatihim sahun. Ata të cilët ndaj namazit tyne janë të shkujdesur. Edhe thot Sa'd ibn Abi Waqqas, edhe Ibn Abbasi, thot janë ata të cilët e shtyjnë namazin, me që shtyjnë namazin prej kohës tyne, prej kohës kuhen e shtyjnë. Nuk e lajnë krejt, mirë po e shtyjnë. Andaj do të me marrë këtë ajet si këshill, edhe me pa dhe me kuptu rëndësinë e kohës së namazit, edhe me falë në momentin kur të vjen ty koha, përdrisa nuk ki arsye me vunu shumë, me lanë deri në fund. Po me ka një kujdesun për aty në cilët e ruajnë namazin edhe kohën e tyne, në kohën e saj. Duke e ditë po ashtu se Allah subhanahu wa taala jep bereqet atij njeriu i cili rrin gati namazit. Na po themi prap derisa nuk ka arsye. E lën pa kurfar nevojë. Ai prap ka me fal. Dhe mirë është e fal në kohën e tij. Dhe kjo është po ashtu e shton imanin. Kujdesin ndaj namazit. E ruan edhe imanin. Mirë, ajo që e largoj prej kësaj është me që bashkohet namazin. Gjë e cila kuptohet edhe kanë me folë me prodhotorin kur t'i vjen koha. Dhe thot tjetra që është ai që është i zënë me ndonjë kusht të namazit. Kjo meselë është a me i dhon kohës përparësi apo kushteve tjera të namazit. Kushtet tjera të namazit, për shembull, rroba, me mbulu auretin. Nëse dikujt ju ka shky rroba për shembull. Edhe tash koha e namazit është gati me i dal. Për shembull, ka 10 minuta me dal koha, ky deri sa të merr për shembull rrobën tjetër e kështu me radhë, mundet me u vonu shumë ndoshta edhe me i dal koha e namazit. E për këtë rast autori po thotë, nëse kjo është mendimi tek xhumhuri. Që në këtë rast kushtet e tjera i paraprin kohës. Nëse ti të duhet kohë derisa të ka ardhur puna çashtu që me mri namazin deri në fund të kohës. Edhe është pak para se me dal. Edhe në këtë rast tu ka shky për shembull rroba, ose rasti tjetër nuk i ujë, derisa të mrish, mundesh me arrit deri te uji mirë, po të merr kohë. Namazi është të dal edhe 5 minuta, edhe ti nashta me u vanu që ato 5 minuta ti merr kohë derisa të shkesh te uji ose deri ta merrsh ujin për me marr abdes. Në këtë rast po thot, duke qenë arsyetun edhe i duke u marr me një kusht prej kushteve të namazit që s'bën pa to namazi, atëherë po thot në këtë rast edhe nëse del koha sipas mëdhëbit dhe mëdhëbeve tjera është i arsyetuar që me u marr me çat kusht edhe nëse i del koha ose edhe nëse vonon shumë. Për shkak se thonë Allah subhanahu wa taala, Kur'an ka thonë falem tajidu ma'an fatayammamu. Nëse nuk gjeni ujë, atëherë merrni tayammum. Thotë kë në këtë rast kë mundet me gjetë ujë. Kë mundet me gjetë ujë. Po tash po i merr kohë, koha namazit është vonë, po i merr kohë mirë, po nuk konsiderohet që s'ka ujë. Ai ka ujë.
Atëherë thot nuk hyn këtë ajet, do thot nuk arsetohet, ai do të më shku me marr ujin edhe me marr abdes e pastaj me u fal. Ndërsa mendimi i dytë thot koha është parsore. Koha i paraprin kushteve të tjera. Kjo është edhe disa, domthonë brenda disa mendime për disa hanefive, shafive, poshtë hanbelive dhe këta përmend Ibn Taymije. Se koha do të mi parapri kushteve të tjera. Edhe thojnë, edhe prej argumenteve, është se ai i cili është për shembull me smundje, ai i cili është smut, dhe do të më u fal, domthonë ashtu në gjendjen në cilën është. Ose për shembull mundet me pas kokdhimbje ose diçka, do të më u fal, edhe nëse nuk mundet ndoshta as me nejt në kom, atëherë ai do të më u fal çfarë gjendje që është. Dhe nuk i themi na nuk po mundesh me koncentru, ose nuk po mundesh me nejt në kom, që është shtyllë e namazit, dhe do të patjetër namazin me u bë në kom, atëherë me thonë vanohu pak, dhe pastaj fale më vonë. Ose edhe nëse i del kohë, ose s'po mundesh, mirë po do të më fal në atë gjendje cilën është. Edhe argumente tjera të cilat u përmendën që koha ka rëndësinë e vet që i përmend, domethënë që është bë obligim namazin në kohën e caktuar. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë salli salata li waqtiha, fale namazin në kohën e vet. Po ashtu domethënë Imran bin Husain, domethënë është ardhe o anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka pas probleme hemoroide. Edhe është ka bë pyetje për namazin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë salli qaiman fa in lam tastati' fa qa'idan, nëse mundesh me u fal në këmbë, falo. Nëse nuk mundesh, falo ul. E nëse nuk mundesh as ul, falo shtrir. Do han thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë me u fal. Edhe nuk ka bë detajizim me vunu namazin ose me shiku, do han gjendjen, edhe nëse mundet me të shku shumë koha namazit, do han me të kalu koha namazit e kështu me radhë. Ne po themi mos me shty pak ose me shty një kohë, po, mirë po me e lan deri në fund të kohës, që mundet me rreziku edhe me të kalu namazi atëherë, në këtë rast, mendimi i dytë thotë jo, do të më i dhon përparësi kohës. Do të më i dhon përparësi kohës duke argumentuar edhe me këtë hadith. Po ashtu, thotë është namazi kur njeriu është në gjendje të frikës, ta themi është në luftë duke ikë dhe i kalon namazin për shkak. Ose çfarë do frike që tjetër. Atëherë thotë ai do të më fal çfarë gjendje që është. Edhe nëse është të nga. Edhe nëse nuk mundet me radhë në sejdë, domethënë thjesht veç e bën jetë ose me shenjë që është në sejdë ose në rrugë, domethënë edhe pse shumë gjëra i mungojnë. Domethënë gjatë namazit, ai prap falet në çfarë gjendje. Edhe kjo mas pore tregon në rëndësinë e madhe të namazit, që falet në çfarë do gjendje që është. Edhe nëse je pa rroba, nuk mundesh, do të më fal pa rroba, ashtu që je. Në vend pa pastër nuk mundesh me pastru, në atë gjendje, e kështu me radhë. Dhe këto thotë tregojnë që koha e ka rëndësinë e vet. Namazi do të më u fal në kohën e vet. Dhe kushtet tjera, do han nëse kjo të vonon edhe bëhet që me i dal koha e namazit, atëherë dosh me u fal në çfarë gjendje që je. Përveç që kemi përmendur më herët rastit kur njeriu është në gjumë. Për këto ka hadith. Do han që ai është i arsyetuar sheriatikisht. Do han edhe nëse ai për shembull i ka dal koha namazit, dikush që ka qenë gjumë dhe i ka marrë shkaqet për me uqu po s'ka mujt, ose po të gjumi, atëherë edhe nëse kjo është qu 5 minuta para se me kalu koha, edhe do është gjunub, atëherë në këtë rast i jep përparësi guslit, do falet për shkak se është i arsyetuar sheriatikisht, edhe sikur ti kish kalu koha. Për këto ka hadith edhe është rast specifik. Atëherë në këtë rast kë ban gusull, pastaj e fal namazin edhe nëse i del koha. Do kjo është përjashtim. Edhe ma ofër, Allahu alem, është kja që koha i paraprin kushteve tjera. Nëse ty del koha namazit duke u marrë me një kusht, ma mirë është me falë në qatë gjendje që je në kohën e vetë.
Mire, pastaj autori thët, dhe me këta po përmbyllim, wa jahiduha kafir. Dhe ai i cili e mohon obligueshmërinë e namazit është pabesimtar. Dhe autori është mjaftu me kaq, nuk ka përmend më shumë. Mirë po se përket lancit namazit, ai ka dy gjendje. Ai që e mohon obligueshmërinë e namazit. On si tham, namazi dihet se është obligim. Dhe ai i cili vjen dhe thot se nuk është obligim, atëherë dhe beson këto. Don nuk ka ndonjë farë arsye përveç nëse është duke jetu dikon që nuk i ka ardhur ky lajm hiç. Don mirë po ka dëgjuar që namazi është obligim. Po prapa ai thot nuk është obligim, ai konsiderohet pabesimtar me pas një mos pajtim. Dhe gjendja e dytë, se nuk e ka përmend autori që realisht në mëdhëp po ashtu, është ai që e lë namazin nga përtatësia, edhe duke besu obligueshmërinë e tij. Prap në mëdhëbin Hanbeli, se përket mëdhëbeve, është pabesimtar. Duke u argumentuar me argumente të shumta. Që sipas një mendimi ato kuptohen që lanci i namazit është pabesimtar. Për shembull hadithi që është nga Xhabir, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarku as-salah. Në mes namazit njeriu edhe kufrit është lënia e namazit. Po ashtu dallimi thot në hadith tjetër mes neve dhe pabesimtarëve është namazi. Në hadithat men taraka faqad kafar. Dhe kush e lën ata, ai vetë se ka bë kufër. Po ashtu hadith tjetër që është nga Ubada, men taraka as-salat muta'ammida, ai cili e lën namazin me vetdije, faqad kharaja min al-milla, ai ka dalë prej miletit. Po ashtu argument tjetër Umeri falni, thot la hadha fil islam liman taraka as-salat. Dhe ai nuk ka hise në islam ai cili e lën namazin. Mirë. Po ashtu është përmendur nga Ibn Shaqiq, disa të tjerë, Hasan al-Basri e disa të tjerë që ka ijma të sahabëve në këtë çështje. Duke thënë se la yarawna shay'an min al-amal tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Unë nuk e kanë pa, thot shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej veprave diçka të cilat të nxjerr nga feja ose kufër përveç namazit. Ibn Qudama thot që këto hadithe, këto argumente janë ardhur duke tregu thot rrezikun, nga kuptimi që më tregu se sa rrezikshme është lënia e namazit, dhe thot se nuk janë për qëllim që ka dalë tamam prej fesë, kufri i madh që del prej fesë. Kështu thot Ibn Qudama, ashtu siç përmenden disa raste tjera, për shembull që qitaluhu kufr, vrasja e besimtarit është kufër. Dhe është për qëllim ai rreziku i madh i kësaj vepre dhe gjuna aq i madh saqë cilësohet si kufër, mirë po jo kufër që qet nga feja. Që është për qëllim tash mendimi i dytë që e konsiderohen musliman, që është pjesa tjetër e mëdhëbeve, Hanefit, Malikit dhe Shafit, thonë lancin namazit nga përtatësia duke mos mohu obligueshmërinë e namazit, konsiderohet musliman. Dhe argumentohen me hadithe, që janë hadithe të përgjithshme që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah. Allahu e ka bë haram xhenemin për ata i cili thot la ilaha illa Allah. Po ashtu duke bazu nga në hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min an-nari man qala la ilaha illa Allah. Allahu i largon prej zjarrit ata që kanë thonë la ilaha illa Allah. Po ashtu këto janë hadithe të përgjithshme dhe padyshim se shahadeti ka dhe kushtet e veta, jo mos me vepru asnjë vepër hiç. Sepse edhe veprat e gjymtyrëve janë prej
imanit. Mirë po çështja është namazit si vepër specifike, do të thonë që nëse nuk ekziston asnjë vepër tjetër, nëse ekzistojnë vepra tjera, po nuk e fal namazin. Po ashtu hadith tjetër është, do të thonë që argumentohen se lanci i namazit është besimtar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyin da'wa mustajaba. Për secilin pejgamber ka pas dua që Allahu ja ka pranu. Ndërsa thët une e kam shty, dhe kam lanë për ditën e gjykimit si shefat për umetin tem. Dhe ata do të arrin, insha Allah thët, ata men mate min ummeti la yushriku billahi shay'an. Ai i cili nuk i ka bë për umetit tem, ai i cili nuk ka bë shirk Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe thonë nuk është shirk lënja e namazit. Po ashtu edhe ajetin që Allah subhanahu wa ta'ala thët Allah i falë të gjitha mëkatet përveç shirkut. Atëherë, nënkje përveç shirkut, thonë hyn namazi. Po ashtu prej argumentet tjera që i përmendin, thonë është se është përmend që të hadithi Hudhaifes ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Islami ka me uzbeh. Islami thot ka me uzbeh ashtu siç zbehen ato shon ndonjë zbukurim që është në rrobë e pas një kohe fillon me u largu dhe me u shly. Thot hatta la yudra ma siyam wala sadaqa wala nusuk. Sa që nuk dihet as për agjerim, as për sadaka, as për hax, nuk dihet. Sikur nuk kanë ekzistuar, do i humb njeriu njerëz e dia. Dhe do të ngritet fjala Allah subhanahu wa taala dhe nuk mbet asnjë ajet në tokë. Dhe do të mbesin disa njerëz, të moshuara, edhe do të thonë i kemi arrit, drakna abana ala hadhihi al-kalima la ilaha illa Allah, dhe i kemi arrit, që baballar tan duke e thënë këtë fjalë la ilaha illa Allah, dhe edhe ne po e themi atë. Edhe thot Sila bin Zumari thot atëherë çka i mjafton kjo vetëm fjala la ilaha illa Allah. Dhe këta pyet 3 herë. Dhe Hudhaifa nuk i përgjigjet njerë. Dhe pastaj thot Sila thot kjo do t'i shpëtoj nga xhenemi. Do han thot atë në këtë rast i bën që ata janë të arsyetuar, domethënë, edhe Allah po i përmend sikur nuk janë të dalur nga feja. Po spajtimi po dyshim është shumë i fortë, në këtë mendimin se është pa besimtar apo konsiderohet musliman. Edhe nëse themi se konsiderohet musliman, kjo nuk do të thotë që këtë çështje me u lehtësu aq shumë, mirë po duhet me u ditë se njeriu është në një khilaf dhe një mospajtim dietarëve, mospajtim i fortë se po diskutohet për atë lancin e namazit se është pa besimtar, është besimtar. Që do të thotë është një rrezik shumë i madh për të. Është një rrezik shumë i madh për të. Po ashtu, në fund, si çështja e rëndësishme është me u kuptu se ai i cili e konsideron lancin e namazit musliman, ai nuk duhet të konsiderohet murxhi, siç thonë disa. Që i atribuojnë të kësaj sekti. E as ai i cili ka mendimin se lanci i namazit është pa besimtar, me i thonë më njëherë se është tekfirc, ose prej pasuesve të tekfirit. Kuptohet ai i cili konsideron lancin pa besimtar, atëherë ai duhet me pas kushte. Gabimi të disa është se e marrin përsipër me bë tekfir ose me bë qafir se cilin personat dhe pa pas këtë kompetencë. Dhe pa i plotsu disa kushte tjera cilë do të për me e shpall dikon njëri të veçantë specifik se është pa besimtar apo jo. Mirë po si çështje dhe mesela e përgjithshme, atëherë si mendim është valid dhe nuk mund të themi se më njerë me konsideru si ekstremist ose tekfirës është në më radhë. Mirë, dhe kaq inshallah për këtë ligjërat, pastaj inshallah po vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme me ezanin edhe ikametin në kapitull kë i namazit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.